Përshëndetje, jemi ndalur këtu për të prezantuar një biznes shqiptar në mesin e një nga qendrat më të mëdha tregtare në Londër. Nga Shqipëria në Brent Cross, i Pisa Authority, siç është edhe titulli i kësaj video, sot do ndajmë me ju një pjesë të vogël të këtij biznesi. Çdo qytet ka një vend ku njerëzit nuk vinë vetëm për të ngrënë, ata vinë për të ndjerë si në shtëpi. Në Brent Cross, ky vend është një pizzerie e quajtur The Pisa Authority. Dhe pasaj fshihet një histori, një mundësi, një përpjekje dhe një vendosmëri e madhe për të bërë sukses nga familja Dreni e cila zotëron këtë biznes. Biznes drejtohet nga familja Dreni, siç e thash, një familje që nuk ka ndërtuar vetëm një restorant, por ka ndërtuar një të ardhme. Dhe kjo histori është personale për mua, sepse ne vim nga i njëjti vend, një zonë e vogël në Shqipëri, quhet Kukës Shemri. Një vend i pasur me kulturë, traditë dhe punë të palodhur. Një vend që të mëson herët se asgjë nuk falet, çdo gjë fitohet. Familja Dreni erdhi me më shumë se sa me riseta, erdhi me vendosmëri, ditë të gjata e net pa gjumë. Si shumë familje emigrantësh, ata përballen me vështirësi si gjuhë të re, sistem të ri dhe presion i ri. Nuk kishin diçka që nuk mund të merrte askush: besimin te familja, besimin te puna e ndershme, besimin se nëse ofron njerëzve cilësi dhe respekt, ata do të kthehen. Kjo pizzeri nuk ka të bëjë me rrugë të shkurtra, ka të bëjë me të bërë gjërat siç duhen. Çdo gjë freskët, metoda tradicionale, kujdesi vërtet në çdo picë dhe këta ndjen edhe në shije. Ajo që bën këtë vend të veçantë nuk është vetëm ushqimi, janë njerëzit pas tij, një familje që punon krah për krah, prindër që u mësojnë fëmijëve vlerën e përpjekjes, fëmijë që rriten brenda biznesit, duke mësuar përgjegjësi përpara rahatësisë. Kështu ndërtohet suksesi në heshtje, në vazhdimsi së bashku. Dhe për mua kjo histori është shumë personale, sepse kur hy këtu nuk shoh vetëm një biznes, shoh miq të cilët janë rritur me ta që ja kanë dalë. Shoh komunitetin shqiptar duke u rritur, shoh prova se kur njëri prej nesh ka sukses, kjo u jep besimin të tjerëve. Kur shohim njerëz nga komuniteti jonë që ndërtojnë biznese, ndalojmë së dyshuarit tek vetja. Fillojmë të besojmë se mund t'ja dalim edhe ne. Dhe kur besimi rritet, hapin bizneset të reja, më shumë familje guxojnë dhe shanset për të bërë sukses bëhen më të mëdha, sepse mbështesim njëri tjetrin. Kjo pizzeri është bërë më shumë se një restorant këtu në Brent Cross, është një simbol për komunitetin shqiptar, një vend krenarie, një vend që thot ne i përkasim këtij vendi, një vend që tregon biznesit të ri se puna pa lodhur të çon diku. Kjo pizzeri është bërë gjithashtu pjesë e Brent Cross, një vend takimi, një vend festimesh, një vend kur kultura bashkohet dhe historitë ndahen. Është provë se bizneset e vogla kanë rëndësi, bizneset familjare kanë rëndësi, ëndrat kanë rëndësi. Nga Shqipëria, nga Shemria në Brent Cross, nga një ëndër në një destinacion, familja Dreni nuk hapi thjesht një pizzeri, ata krijuan një trashëgimi në një nga qendrat më të mëdha tregtare në Londër. Dhe për të gjithë ata që shikojmë këtë histori, le të jetë një kujtesë. Me punë të palodhur, familje dhe besim, çdo gjë është e mundur. Faleminderit dhe shihim në videon tjetër. Dhe tani po u lë të shikoni këto pamje të mrekullueshme
Denis duke bërë 2 pica për ne gjatë qëndrimit tonë këtu. Një moment I thjesht, por plot pasion dhe dashuri për punën e tij.